Investigimi Vox News i 4 janarit 2026 tregon se në Shqipëri shiten vera ultra premium si Romane Conti, Petrus, Maceto me Ornellaia, ndërkohë që këto produkte nuk rezultojnë të futura ligjërisht në vend. Për Romane Conti nuk ka asnjë shishe të zhdoganuar. Për Petrus, shifrat vjetore janë minimale dhe nuk përputhen me ofertën që qarkullon në treg. Këto të dhëna bazohen në burimet doganore dhe në komunikime me negociantë ndërkombëtar, të cilët konfirmojnë se tregu shqiptar nuk furnizohet me këto sasi. Vox News dokumenton edhe faktin se këto vera shiten nga subjekte që nuk kanë as licencë dhe as lidhje me tregtinë e pijeve alkolike. Një nga rastet e evidentuara është Irena's Wardrobe, e cila ofron shishe Petrus me çmim rreth 4.400 euro dhe deklaron disponueshmëri, ndonse mallrat nuk figurojnë të zhdoganuara. Pra vera shitet, por hyrja e saj në Shqipëri nuk ekziston në asnjë regjistër zyrtar. Ky është konteksti faktik, mbi të cilin pamfleti ka verifikuar informacione shtesë për aktivitetin e Irena's Wardrobe. Pas publikimit të investigimit të Vox News, Irena's Wardrobe ndryshoi emrin e profilit në Instagram në yourwardrobe.al. Irena's Wardrobe, stoku i luksit që nuk ekziston në dogan. Sipas informacioneve të ardhura në pamfleti, Irena's Wardrobe operon si kanal tregtimi informal për mallra luksi që hyjnë në Shqipëri pa u deklaruar në dogan. Nuk bëhet fjalë për blerje personale apo porosi të izoluara, por për mbajtje stoku dhe shitje të vazhdueshme. Mallrat ofrohen publikisht përmes rrjeteve sociale dhe komunikimeve private, pa faturë tatimore dhe pa dokumente doganore. Verat ultra premium përbojnë vetëm fazën e parë të këtij aktiviteti, pasi ato konsumohen shpejt dhe nuk krijojnë stok afatgjatë. Vëmendja kryesore sot përqendrohet te mallrat e tjera të luksit, të cilat mbahen në dispozicion dhe qarkullojnë si pasuri fizike me vlerë të lartë. Sipas të njëjtave burime, Irena's Wardrobe mban stok ora luksi dhe çanta me vlera të mëdha, të futura në Shqipëri pa deklarim doganor. Bëhet fjalë për ora Rolex, Audemars Piguet dhe Omega, si dhe çanta Hermes Birkin, Bulgari dhe Louis Vuitton. Këto produkte nuk shoqërohen me certifikata doganore, fatura blerjeje apo dokumente origjine dhe ofrohen drejt për drejt përmes rrjeteve sociale dhe komunikimeve private. Faqja e Instagramit, stoku i Irena's Wardrobe, duke u bazuar në çmimet minimale të tregut, vetëm stoku i disponueshëm kap një vlerë nga 340.000 deri në 540.000 euro. Kjo shifër nuk përfshin qarkullimin vjetor, por vetëm mallrat që mbahen gati për shitje. Çdo artikull i shitur në këtë mënyrë shmang pagesën e doganës, TVSH-s dhe tatimit mbi fitimin. Shmangja doganore përbën mënyrën kryesore të funksionimit të këtij aktiviteti. Në këtë rast, problemi nuk qëndron te emri një faqeje personal shopper. Problemi qëndron te fakti se mallra me vlerë qindra mijëra euro hyjnë, ruhen dhe shiten në Shqipëri, pa ekzistuar për doganat dhe tatimet. Kur ky aktivitet zhvillohet hapur dhe pa pasoja, përgjegjësia nuk mbetet vetëm te subjekti që shet, por kalon drejt për drejt tek institucionet që zgjedhin të mos shohin.